Gjatë muajit tetor në Shkodër janë kryer 1000 mamografi. Specialistja e ekzaminimeve Valmira Gjoni tregon se vetëm 3 prej tyre janë referuar si raste të dyshuara. Kemi arritë një shifër deri 1000 mamografi që janë realizuar vetëm këtë muaj tetor. Me sa kam informacion unë, deri në këtë moment mund të jenë 2-3 raste të dyshuara, që pastaj vazhdon në mënyra e tyre e diagnostikimit të mëtejshëm. Nuk kam parë një rast tjetër të dyshim, gjithsesi kjo ngelet për të parë edhe me ekzaminimet e tjera. Ne jemi pjesëmarrjen e grave jemi të kënaqur për muajin tetor, por kemi ankesat e tona për ardhin e tyre gjatë vitit, domethënë që realizimi i mamografisë në poliklinik bëhet gjatë gjithë vitit me një rekomandim të mjekut të lagjes. Gjoni apelon për kontroll gjithëvjetor. Tetori është muaj që rrit nivelin e ndërgjegjësimit, por qëllimi është kontrolle periodike në çdo muaj të vitit. Është një thirrje më shumë për ndërgjegjësim, për parandalim dhe për kujdesin shëndetësor ndaj gjinit. Mund të themi që ishte një muaj shumë i frikshëm për punën tonë. Ekzaminimi i mamografisë nuk duhet të jetë i frikshëm apo të ketë frikë ndaj këtij kontrolli, ajo që duhet kemi frikë është kontrolli i vonshëm. Nga janari deri në tetor janë zbuluar 25 raste të reja të grave me kancer gjiri. Rritja e ndërgjegjësimit për ekzaminime ka bërë që rastet të kapen në faza më të hershme, duke u dhënë mundësi të mëdha për mposhtje të kësaj sëmundje. Mamografia dhe ekografia, ashtu si në të gjithë vendin, janë falas në çdo muaj të vitit.